Thot Allahu Azza wa Jall: "Wala tubadhir tabdhira, innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura." Allahu Azza wa Jall thot: "Dhe mos bëni masraf. Dhe mos e çojini mallin, pasurinë e juve poshtë, termat e poshtë. Mos e harxhoni sa zban, sepse thot masrafxhit, shpenzuesit pa kontroll, janë vëllezër të shejtanit. Ikhwan ash-shayatin, vllazën të shejtanit. Qartë, qartë është ajeti kuranor. Këtë ajet, këtë fjalë, se ka thonë ai apo si, apo ke, e ka thonë Rabbul Alemini, Allahu Azza wa Jall. O musliman, si të bëjsh masraf, i e bo vlla i shejtanit, e ke bo një vlla të ri, që e ka emrin dreq, shejtan, xhehenem, për cilin thot Allahu Azza wa Jall: "Wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura." Edhe të mos harose, shejtani i ka bo kufër Rabbul Aleminit. Allahu Azza wa Jall hem e krijoi shejtanin, hem ai boni kufër. Veça mi thon ti të takon falënderimi, shukri o Zot, e shkoj boni kufër. Ti veça me thon o Zot, ty të takon falënderimi që ma dhove këtë pasuri, çka bone? Bone kufrun nimet. E more pasurinë tënde, e harxhove ku ban e ku s'ban. Me harxhu në haram, ajo që tërtemosh. Jo, në halal me harxhu, ama pa kontroll. Si o vlezër me harxhu në halal, ama pa kontroll. Shumë është me në ciket punë me ditë. Allahu Azza wa Jall, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, praktika e sahabëve, çfarë është o vlezër? A do me thonë hoxha kur thot mos me bë masraf me net umt? Jo. Hani. Allahu Azza wa Jall thot hani, kulu washrabu, edhe pini. Sa ki nevojë me hongër, ha. Sa ki nevojë me pi. Wala tusrifu, mos u bani masrafxhi. Mos blejo shi ma shumë qatë që duhet. A dini çka statistika e ndërmarrjeve komunale që miren me grumbullimin e bërlloqeve tona? Është statistika se 1/3 e ushqimit ton shkon bërllok. 1/3 e ushqimit ton shkon bërllok, gjuhët. Do me thonë se na shkojmë në market, i blejmë 3 nellona me ushqim, 2 i ham e 1 e gjujmë bërllok. Pse o vlezër? Pse na ka mit kibri me ndjemalsia. O vlezër, na jemi qaj popull, qato musliman, qaj numër, që para 10 viteve, në kretë komunën e Qahirit a ka qenë një supermarket ajo. E me një mahat komunës Qahirit, promi numrove ishin 7 supermarketet mdhaja, që minimum prej 1 milion deri në 2 milion euro kanë mall mbrenda. E kur të marrësh si numrësh gjelltorët në për komunën e Qahirit, do të habiteni. Me një lagje janë minimum 30 gjelltore. Me një mahal, po flas, jo lagje. Me një mahal, gjastën të majt, i ki deri në 30 gjelltore. A kënej 3 nellona ushqim, 7 supermarketet mdoja në me një mahal, a këtu 4 këshirish gjelltore, njerëzit po hanë po pinë. Pse e blenë gjitha të ushqim, kur po hanë njashtë? Pse o vlezër, na më bu vlazët shejtonit me parën që i fitojmë me halal. E di se populli jem fiton me halal, për çatu a tham këtë. Me di që janë arambasha, ju tham theni qafët çka dojni bëjni. Se aromi kur ta mit dikan kështu ban. Jo, populli jon nuk është arambash. Populli jon është popull që ka frikën e Zotit. Ama fatkeqësisht kemi rënë këtë gabim. Ky popull është populli që më së miri ka din me fitu dhe me halal dinarin. Mundot me mishe me shpirt, me fitu halal. Rin minus 20, ama fiton halal, nuk vjedh, nuk rejnë. E shkatron shnetin e vetë, nuk ban hile. Kësi populli kemi na. Kësi muslimanje një ju. Pse o vlaj jam mi ble 3 nellona e 2 mi gjytë në gjubre? Pse ndërmarja komunale mua në ku? Thotë hosh, në komunalet s'kimi punu edhe më herët. Ama shtash, kamionit për në e zemë bërloqët. Më herët, komplet gazibabën me një kamion e grumbullosh për një mahas në del një kamion.
Pyet një vllazët e juve që punojnë komunalec. Ato bërlloqe që janë pare, o vlezër, dinar, djerë si juve, që ju po e hargjoni, ama harroni se kështu bosh vllai i shejtanit. E kjo sjellje çon deri në qufër, për çfarë thot Allahu tu fol për masrafin, thot shejtani i bën i qufër Zotit, se masrafi çon qufër. O vlezër, një ditë kalojsha rreth zonës industriale dhe isha me një vlla, tha ho që këtu ka sholje 5.000 euro, tha. Pi 5.000 euro të përpjet ta ki sholje këtu. Çfarë sholje, thash, me hongër? Jo, tha, sholje për WC, për banjo. 5.000 euro? Po, tha, o gjohën kum renovu banjo, 30.000 euro mas 2 vjetëve kum prish edhe njëre kum renovu, saj me qatë punë mirët. Qka? Tha, disa ka, nuk ka një e dy, shumë ta janë. Pse atë shumë të zbukuroj banjon? Me vllajën e vetë shejtanit ne ati. Me vllajën e vetë shejtanit ne ati. E ajo është bizimen për muslimant. E nga ana tjetër, zenginat e tonë, pasonikët e tonë, aktrojnë edhe detektivat, fukarave. Ja jep 200 euro zeqat, lunë masrapalla me zeqatin, edhe shkone për cilë fukaran qka dhe blenë dyqan. I thot dyqan gjis, të më jep shtefterin qka blenë ki ta shof, mos po blenë ki rasisht qokolat, pu se haram është më unë fukaraja qokolat. Ti mu se a boj gajnën fukarajës, boj gajnën vetës, si kimi dhonë gjevap zotit, që ki bo 30.000 euro për hale. Atë gajle baje. Mu se a boj gajnën ati këti, ti boj gajnën si kimi dhonë gjevap zotit, që një në alon më ushime ki gjytë në gjubre, që shumica prej neve që ashtu jemi. Se ato kontat bërloqeve sot e gjumoke, dilni para gjumo e këshin një kontet e bërloqeve, gjitha i ushim, nuk i ze konta, si cëto shpi ka një e kimi bo, s'po e ze. A o që ashtu vlazni? Topi se lu, gjdo shpi ka një kont s'po na del. Gjdo mohale ka pos një kontenjer, gjdo shpi ka një kont. Pse? Pse edhe ndërmarja komunale ka në halë, ka në këta, ki popullu prish, u bo ma strafgji. Drista, deponia, s'po i ze bërloqet. Kriz me bërloqen të tovë, kriz me bërloqen struk. Mendojni se rasisht janë këto puna. Po ka marrë dhe azabi Zotit, ka marrë smuja, epidemia ka marrë. Si kimi thi ligjin e Zotit, se s'po hamë sa na duhet. Duhet një buk, blej një buk. Një dit, para gjamis, në bërë gjamis i Sabeut, po ju i thamë disave, mos gjujni buk në bërë se mledhen plumbat edhe e bëjmë pis o borin. Sa është po na jetë buka në shpi, po ta shte shpia jote dhe thumë, len shpi gruja. Po, që shtu kur ti frigësh grujës. Kështu në ndodhë kur ti ndrejmë pozicionet. Se gruja që ti në market, e ti mush 5 kolica, ti njët duhet. E gruja të të blit 2 buka, ti duhet gjithë buke. E kur tjetë me gjujt, hajde o gjithë bëjma pris o borin e gjamis, gjematit falet në për bagla. Po vallojnë 400 da zgudzojt, të shpia me gjyt. E tash edhe në gjami zgudzon valla. Mere këtë buk me gjithë buk dil për jashtë. Edhe në gjami s'lon kështo. Ti kursi azga në shpiton dhe në gjami alo ma icën në bosh. Na du të mu bo azgonat qesës tonë, o vlaznit e mi. O musliman, a e kini vërejt se dita ditës qelen gjelltore treja, pse? Dita ditës qelen supermarketa, pse? Dita ditës qelen butiqe, pse? Se shumicën e ushqimi që e blem s'na duhet a e blem. Jemi botunë të në sy. Se kemi bo shok shejtonin. Jemi botunë të në tesha. Blem tesha që nuk na duhet, me hina për shifonjerat e tona, na për dollapet e tona. Shumicën e teshave që kemi nuk na duhet. A e veshmi njerë në vjet apo jo? A mi i thonë, bëjni gajret gjemat për dikan, këshirë mi hoqë, ka dalaj njef ketë, e ki bu kështu, s'jam detektivune. E rifi ka zarë, një një moj, ja shko shpitonde, musum lodhë. E pja vlajt ton shejtonit, si e mësu, maj si s'ki qef, me adhon vlajt ton musliman. O laznit e mi, vallaj kjo punë është e rrezikshme, që kjo punë e humbë bereqetin. A e kini arru porosit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka porosit kur të hajsh ushqim, me mledh, me buk në fund ushqimin që ka met në sahan, jemekin që ka met në sahan, kur mas fund tjere ke mledh jemekin që ka mbet në sahan? Pyte vetën. As po i shifni se për dit kemi smundje treja,
90% të smundjeve, 90% për neve që imi smund që shkem doktor, qka në thot mjeku? Ma pak dush me mojt, me hongër, dietë dush me mojt. Pse? E kemi prish kantarin, po hojmë qka bane, qka zban, sa duhet e sa s'duhet. Aso që ashtu o vlazni? Se e kemi kontrolën, në ka marrë për para shejtoni, o vlezër. Se s'po ko kush po ne e thot këto fjallë. Se na harem se Allah ko me na pyt, si e fitove dinarin edhe si e ki hargju. Ko me pyt, a kine haru porosin Allah të azvëgjel i cili thot, edhe sadaka kur t'japsh, dush me dhonë me karar. Sadakaja i badet tët me karar jepe. Wala të pësot ha kullel bëst. Kështu thot Allah azvëgjel edhe, mos e qel dhe dorën sa zban. Qele dorën sa duhet, losh dishka, për nesër me dhonë plus. Sa e sa probleme o vëzër tila, masraf në rym, masraf në shqim, masraf në veshje, masraf në shkollim, masraf në pushim. E shifni na vim pushimet verore, dimrore, po na dalina për Facebook për mare këto. Filan familja ka hargju 50.000 euro këtë vetë për pushim, pun të madhe pas ka po. 50.000 euro, 3 shpia, 3 fukara e këshin reatu. E kishin bo sa të dush sejne, që kishin mujt mu knaq me 10.000 euro si ma mirë. A i pasoniko, ti me 1.000, a i me 10.000 kalon, nuk ka problem. Se ka dhonë zote, a me 50.000, kjo është ki i bërë me ndjemalsi. Qka e në shkacit e kësaj? Se bejpët kryesisht janë 4. E para ka thonë djetartë. E para është se e kalumja dhe e tashmja. Shumica e milionerve tonë, para 20-30 vjetë dhe janë konë hamalat e uregurit. Papa e thamë ketë se unë e shkupjan jam këtu kum lind. E sot mundohet që me mishe me shpirt me tregu se ki kur s'ka konë fukara. Kipër. Jo be vllai, mos haro se Zoti apet kthet në hamal të uregurit. Ki me punu me kaci zall, ki me mbledh. Sikur që s'ke pas buk para 30 vjetëve, ta sill Zoti me kipër, apet mos kesh buk me hongër, mos ki frigën Allahut azza wa jall. Mos e haro të kalumën tënde. Mos e haro se ki nis me një kuti mbi të pazar. E sot me ndonë se ti kira peqerit që e boj pasën. Mos e as atë kuti s'ki me pas vend ku me vnu mbi të pazar. Mos e Allah azza wa jall, kur i merr mendje madhit për para, s'ka kush e ndalat. Keni frigën e Zotit. Bëni pasonik modest, rini me muslimat me vllaznit e juve. Dhe mos e haroni të kalumën e juve. Mos e haro se deri gjep pust me bagla i ke pas. Mos mu ban mendje madh, se mendje madhësia e latë shkatron. Nëse i dhnosh, hiq s'ta du parën kur kënd hiq, po ta thamë 4 sy. Banu burr, ruje mallin tënd, harxhoj si kushi, jeto hapi si zengin, nuk ka problem, mos ban masraf. Mos u ban mendje madh. E dyta, suhbetul musrifin. Mos u shoshno me njerëz që bëjnë masraf. Shoku masrafgjit, ban edhe ti masrafgjit. Edhe masrafi ta bje alkoholin, ta bje zinan, ta bje në komarin, ta bje idiotizmin, ta bje edhe kopratësin. Wallahi billahi xhamat. Po ju të tregoj një sen prej hasrës xhamisë Sabeu. Një sen ta dini. Pak janë njerëzit pasonik që gjujnë 100 euro në hasër, që ai harxhon 100 euro ditën. Pak janë, 1 apo 2 në ndodh. E kum për cilë që 8 vite astrën e xhamisë çdo herë pis këshillin. Sa janë ka 100 euro? Sa janë ka 1000 dinar? Shumica janë ka 1000 dinar. Çato mesatar, çato hallexhit sikur ju e unë. Që e ka dhonën më shumë ti që ka mundësi. Sa janë ka 500 dinar? Shumica janë ka 500 dinar. Shumica janë 1500. Pak gjon ka 10 dinar. Pak gjon ka 100 dinar. Që të regon edhe e fukaraja 10 dinar e kalon. Për mu vallaj që e 10 dinar që osa 1000 euro. Pasha një zotë që me vlerësaj. Ta dini se gjdo e bëj dua për qata. Gjdo e thamë o zotë këti epi milion, o Allah. A ketë shkërtin. Këto shkërta që dalin dhe hikin, e kajnë pare në gjep. Thamë o Allah zbudva zemrën. Baban nasip t'ja shofin hajrin dinarit vetë. Se xhamia, islami, musliman të ecin para me ato po pa ato. Do bëjni sabër sot. Ju thash, mos fol gjatë hutbës se kimi ngjit një tabull të madhe. Ringo mu. Mos se kimi bë vlla shejtanin. Mos s'kam qef ta bësh vlla shejtanin se vllai jam i jetit. Unë s'lo më bë vllai shejtanin. Se lejoj, s'më flet rahat.
Rinë gomuqka tamë. Mos të rime masravgjit. Nëse e i pasën, mos rinë klubin e pasonikve. Hik largohu. Largohu ti e ki parën tënde, dinarin tënde, familjen tënde. Mos të rime masravgjit. Mos e kimja pa sherim vla jem. Shqyqër Zotit që të ka dhonë. E ti bovë 10 milion, e 100 milion, e miliardat, vetëm në këzomi. Me masravgjit mos rinë. Hiqu prej atimve, rime vlazit e tu që ja din kimetin dinarin, që të të ndhem në shpina sot që i fitova 1.000 dinar, ta dish kimetin ati 1.000 dinar që. E treta, hopët dhuhur, qalëmi o vlezër. Qalëmi është sebeb që ti me të bo vla me shejtonin, me të bo vla me shejtonin, me ta marrë në përkom dinarin tënë. Filoni ka shku në pushim 50.000 euro në 100.000 do shkoj. Filoni ka 3 shpione dibli 4, ish pa pas nevoj. Filoni ka ndru ulset, unë dëshe ketë ka me gjytë në bërlok, ka me bli ulset 3-ja. Si zonë kontët bërloqit e tona. Pse? Mu të regu se këshire qka bona. A vallaj, thashu në javën e kalume. Kur nësë në ka ndodhë me pas ma pak misafir. A salonet për mobilje, për dit në qelet ka një e rej. O mitëm të blej mobilje. Ku shullit bënë ato? Dreqe. Shejtonin misafir. Hajtë dhe bëjro ma ga dreq. Që kjo në ka zejtë, o musliman. Mësaj dhe me thmi se kimi mishkoq. Se të qalëm. Mua me thmi se të pikin e kam kashmit 1.000 euro, 10.000 euro, ku disaj pas ka bleja. Qka të vimba e ullësa, aj të pik? Ajo shpije mirë, ajo gusteri shrinë nëse s'ka misafir. Qka të vimbe? Dreqe, ja ka shejtan komentarë. A u dhu billa. Që kjo në ndodhë kur në të bëjmë i qalëm gjithë. E fundit, pasimi i qufarve. Kina njëse ato mi pasu. Kina arru shiltet e tona, i kina arru babalartë e tonë si kanë hek, e kime arru atë ketë qëta shka në kanë betë, syni gjek, mi bo, mi imitu qufartë. I laj ato që ka të bëjnë në masatimve. Shëqëria më e prish, më e degenerume, që baba se një vladin e vladin se një babën, na i lajtë që ato lakmi. Shëqëri që gjysma janë bo pedera, na i lajtë masatimve me shku. Ato mi përcjetë. Qa kini pa mirë me o vlasni të ato? Qka shifni mirë të ato? As burni, as njerëzi, as familja, as moral. Qka shifni mirë mi përcjellë ato? Në mesiret e grave, s'po muj me hi se shumë vlasni po ankon. Leneve vlasni gratë në të ankon. Ato flasin për dritat e grave. Unë abit në burat kur flasin për dritat e grave. Gradet flasin. Me i në te me di që shumë kushe do mdalet e dera, e lash s'po foli për masafit që bëjnë gratë, mos po në ankon disa meshkuj.